Shka të fundit, pasi jemi thuajse në fund. Sigurisht Partia Demokratike ditën e sotme zhvilloi një tryezë me të gjithë faktorin opozitar, mund të them me shoqërinë civile, me akademike e tjerë me radhë. Roli i opozitës ku është në këtë rast, pasi akuzat e Ahmetit janë vërtet të rënda. Opozita tregoi me datë 22 dhjetor që popullin e ka, u mbush sheshin atë protestën kombëtare, një shesh që është vështirë për të mbushur dhe që tregojnë mbështetje masive për opozitën shqiptare. Sigurisht u dha sot mesazhi edhe për bashkëpunim me të gjithë faktorin opozitar kundër Ramës, si shtatë edhe ju që jam i gatshëm bashkëpunoj me çdo, thjesht të largojmë Ramën pasi është e keqja më e madhe. Opozita po pret që ta marrin Ramën si Maduro me helikopter në Surrel, apo do ketë organizime të tjera pasi është lajmëruar më herët që në janar do nisin protestat e pandalshme që do të çojnë edhe në krimin e qeverisë teknike. Asnjë nga opozitat, paktën nga drejtuesit e opozitës, nuk e ka iluzionin që Ramën do ta marrin me forca delta. Sigurisht Shtetet e Bashkuara e kanë bërë qartë pozicionin e tyre ndaj Ramës. Rama është sot armik, po e them cop, me Shtetet e Bashkuara për shumë arsye. Këtë e di ai më mirë se kushdo tjetër, por që këtu të vinë forca delta nuk e ka iluzion askush nga ne, drejtues e Partisë Demokratike. Madje është thënë dhe shpërthënë edhe nga zoti Berisha disa herë. Jemi ne, janë shqiptarët vetë, u tha dhe sot në takimin e frontit opozitar, janë shqiptarët që do ta largojnë këtë qeveri. Synimi është ngritja e një qeverie teknike e cila të krijojë mundësi për zgjedhje të lira dhe të ndershme, ku pastaj gjithë partitë, shoqatat apo kushdo të konkurrojë të kenë mundësinë të konkurrojnë dhe shqiptarët votojnë këtë duan. Por sot domosdoshmëria është t'i krijojmë kushtet për këto zgjedhje dhe këto kushte nuk krijohen me Ramën qeveri. Pra hapi i parë është largimi i Ramës dhe kësaj qeverie. Dhe këtu duhet jemi të gjithë bashkë. Por nëse dikush nuk do, për arsyet e tij, thjesht nuk do të bashkohet, apo ka pastaj këto do të shohim, influenca të tjera janë përdorur apo s'përdoren nga vetë Rama, kjo është çështje tjetër. Opozita dhe Partia Demokratike në krye të kësaj opozite nuk duhet të rrit presi, a do i bashkohen gjithë apo jo. Ne duhet ju prim shqiptarëve, e ka thënë edhe Berisha, protestat me pak njerëz do të fillojnë edhe sigur të jenë pak njerëz, e tregove siç e the edhe ti, ne bëm një protestë kombëtare dhe nuk ishin pak njerëz, përkundrazi, por edhe sikur të jenë pak, ne duhet jemi këmbgulës, sepse rrugë tjetër për largimin e Ramës dhe kësaj qeverie, përveç protestave, reagimit me forcë ndaj saj nuk ka. Krimi dhe korrupsioni nuk ikin as me lule, as me koncerte, as me Facebook. Këtë ta kemi të qartë gjithë. Sigurisht, botën perëndimore demokratike e kemi me vete, ndryshe nga pak vite më parë, por pos lëvizëm ne, askush tjetër nuk do ta heqë Ramën. Pra, kur pritet që të nisin protestat, Paloka, apo s'ka ende një vendim